Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, nuk ka asnjë indikator që klasa politike të Kosovës të ketë vullnet politik të vendosur, mirë të artikuluar, që vendit mos ketë bllokadë të re. Gjithë indikatorët po tregojnë se vendi do të përfshihet në bllokadë me temën e presidentit pas datës 5 mars. Që tani nuk dihet, ende nuk dihet se kush janë emrat që ka propozuar PDK dhe në takimin e fundit që pa zoti Hamza me Kurtin. Përveç se ka thënë se rekomandon në shëndrim parimor i kësaj partie që presidenti takoj PDK. Ndërkohë, dje në mbledhjen e Këshillit të përgjithshëm të lëvizjeve të vendosje kryetari i saj, Albin Kurti, tha se ai ka qenë dhe vazhdon të mbetet insistues që vetëm një emër nga familja e komandant legjendar Adem Jashari, përkatësisht Murat Jashari, siç tha ai profesor, do të ishte kandidatura më konsensuale, më e pranueshme në këtë rendin e ri gjeopolitik, me një Serbi fqinje që përfaqëson agresivitet e ambicie ndaj Kosovës, me luftën Amerikë-Izrael kundër Iranit, në këtë situatë vetëm një por me qenë se zoti Hamza tha Kurti propozoi një ide të tillë, atëherë mbeten të hapur qëllën edhe këta propozoi një kandidat të tillë dhe vetvendosje të dalë me një kandidat dhe kështu të konsumohet, siç tha Kurti, Kushtetuta e Republikës Kosovës të respektohet e njëjta dhe që këtë parti të garojnë me emrat të tyre për president dhe kushdo që merr votat le të zgjidhet. Si do të lexohet këtë situatë? Si përpjekje për bllokim, si përpjekje për zgjidhje? Trajtojmë këtë temë me analistin e njohur Afrim Gasolli, që njeh shumë mirë këto rrethana politike, sepse duket që kanë shërbyer edhe si referencë për disertacion mbase shkencor jo për Gasollin, por për çdo tjetër. Faleminderit Gasolli. Kënaqësi të bashkëbisedojmë. Do trajtojmë edhe luftën Amerikë-Izrael kundër Iranit, ku u vra gjithë hierarkia e saj ushtarake edhe politike e kështu me radhë, nga lideri suprem Khamenei e kështu me radhë. Ka thënë dhe më herët, po bëjmë përpjekje të gjithë që të inskenojnë një blokadë. Në krye të kësaj përpjekje që ndron zoti Kurti, je i bindur ende në këtë? Tashmë veç sa zhvillimet e fundit, dinamikat e përpjekjet për të ndërtuar syetime të reja publike mbi atë që mund të na pret, nuk du të them që i konfirmojnë opinionet e mia, por në farë mënyrë çojnë atë drejtim që jemi, do thot, në prag të një bllokade të re politike dhe me tentim që madje të krijohet një interpretim i paprecedent juridik, politik dhe kushtetues për atë që nëse deri me 5 mars nuk zgjidhet presidenti i vendit, do të kemi një ushtrues detyre të presidentit me krye parlamentare, por në njëjtën kohë që të shmangin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Tash këto ja vloj interpretimeve juridike. Me datën 5 mars ishte Zonja Osmani, sipas zhvillimeve tashme, në të ulur në karrikën e presidentit dhe duke përvarësuar Kosovën. E kam thënë edhe disa herë dhe madje kam vënë bast së bashku, ndonë se si preferoj këto bast e këto forma të analizave politike, mirë po kësaj here pa ta rrezikuar dhe pa ta thënë që mua asnjë indikator nuk më duket që partia fituese e zgjedhjeve ka interes t'ja vazhdoj zonjës Osmani mandatin e dytë presidencial. Interesi i vetëm i saj ka qenë politik, se si ta shmang përgjegjësinë për eliminimin nga gara të zonjës Osmani dhe në këtë drejtim, si për shkak të gabimeve të saj politike të kaluarën, edhe për shkak të një papjekurie të subjekteve opozitare, jo pse se kanë mbështetur zonjën Osmani, absolutisht është e drejtë e tyre të mos e mbështesin zonjën Osmani, sepse për një mandat të plot e njëjta nuk ka qenë korrekte me shqetësimet e subjekteve opozitare, mirë po me mënyrën se si janë qasur kësaj gari kanë krijuar një komoditet lëvizjes vetvendosjes që gjej arsyetim politik dhe publik dhe që të shfaqsohet për këtë mos mbështetje, sepse e njëjta mund thotë që tashmë kemi hyrë në gara të kandidateve partijak. Osmani po numëron ditët sipas teje. Absolutisht, për bindjen time, pas datës 5 mars, zonja Osmani nuk do të mund të jetë në karrikën e presidentes së vendit. Efekti pozitiv që mund të lind nga kjo rokadë është që presë që njëjta të riaktivizohet politikisht dhe të paktën të jap një dinamikë të re jetës
të jap një dinamik të re jetës opozitare për ta sfidu, sepse ajo unë jam i bindur që nuk do të rinë komode me statusin e ish presidentes, do të për të tërhequr në kullën e saj të fildesht personale e familjare, por do të presim një qasje më agresive në jetën politike dhe publike të zonjës Osmani pas sakrifikimit që i ka bërë në rastin konkret vetëm lëvizja vetvendosje realisht. Mirë po që e njëjta po tenton të justifikohet që nuk ka pasur asgjë personale me Vjosa Osmanin, mirë po që ka qenë mos konsensusi i subjekteve opozitare, mos pajtimi i subjekteve opozitare që ja ka pamundsuar lëvizjes vetvendosje të vazhdohet mandati i zonjës Osmani. Ta ndjekim ka solli fjalimin që mbajti dje kryetari vetvendosje në këshillin e kësaj partie, në këshillin e përgjithshëm të lëvizjes vetvendosje në mbledhjen e 62 dhe kthehemi në studio. Patjetër. Takimet kanë qenë konstruktive dhe fillimisht ka qenë një pajtueshmëri se vendi ka nevojë për një figurë unifikuese. Një figurë e tillë pa diskutueshme për të gjithë, sigurisht që do të ishte një kandidat nga familja emblematike Jashari. Bindja ime ka qenë dhe vazhdon të mbetet se një figurë e profesor e personalitet si Murat Jashari do të gëzonte mbështetje gjithpartijake, do të ishte nder për Republikën, stabilitet për institucionin dhe siguri për kombin. Rrethonat gjeopolitike nga lufta në Ukrainë, konflikti SBA-Iran dhe tensionet lindjen e afërt e të mesme, si dhe kërcënimet e sulmet e njëpasnjëshme nga Serbia, përfshir agresionin terrorist në Banjë, sulmin kinetik në kanalin Iber-Lepens dhe kërcënimet e përditshme nga fqinji ynë verior, kërkoi një moment reflektimi dhe një figurë e cila i bën ballë shtrëngatave me të cilat mund të përballet vendi ynë. Në kohë të vështira, ne gjithmonë, siç e dini të gjithë ju, kemi gjetur mbështetje dhe frymëzim te familja Jashari, ashtu siç gjetëm kohën e luftës nën udhëheqjen e kryekomandantit Adem Jashari. Prandaj edhe sot zgjedhja e një figure si Murat Jashari do të ishte zgjedhja e duhur në momentin e duhur. Pra, ky do të ishte dhe vazhdon të mbetet rasti ideal. Megjithë këto, pas takimit të dytë që pata me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamzën, më është kumtuar nga një qëndrim i kryesisë së tyre se ata tashmë konsiderojnë se presidenti nga java e ardhshme duhet të vijë nga PDK-ja. Nisur nga ky qëndrim, unë mendoj se kandidati mund të vijë nga cili do subjekt, qoftë nga PDK-ja, nga LDK-ja apo lëvizja vetvendosje. Por në fund, zgjedhjen për president nuk e garanton përkatësia partijake, por vota në kuvend. Nëse nuk arrijmë të gjejmë një figurë unifikuese që siguron mbështetjen e së paku 80 deputetëve, atëherë një nga opsionet e mbetura është që secili subjekt të propozoj kandidatin e vet partijak dhe të gjithë të nënshtrohen garës brenda kuvendit. Këtë e parasheh edhe kushtetuta, e cila garanton një proces demokratik ku së paku 2 kandidat i nënshtrohen një gare të drejtë me kvorum të siguruar, duke shmangur nevojën për zgjedhje të jashtëzakonshme. Në fund do të fitoj ai ose ajo që arrin të marrë mbështetjen e deputetëve në cilin do nga 3 raundet, ashtu siç e kërkon kushtetuta në procedurën e saj. Dëgjuam fjalimin e zotit Kurti për krizën e presidentit. E kam ditë se do të merrem me këtë punë, do të vje një ditë që do të merrem, por duket që qëllimshëm është lënë këtë temë duke mos u trajtuar më herët nga zoti Kurti. Apo vërtet kështu ka qenë plani i tij, siç e ka thënë në publik, nuk e përmendi fare zonin Osmani. Përmendi vetëm zotin Murat Jasharin, i cili sipas tij vijon të mbetet figura më konsensuale për të gjithë e domosdoshme për shtetin dhe rrethonat në cilat është Republika e Kosovës. Po, unë mendoj që edhe trajtimi edhe qasje që kanë pas ndaj Murat Jasharit nuk ka qenë korrekte dhe parimore. Është më tepër një lloj përpjekje për ta instrumentalizuar, partitizuar figurën e Murat Jasharit, nga se
nominimi I tij nuk mund bëhet në këto rrethana, nuk mund bëhet me muhabete në për studio televizive apo në për iniciativa vetanake partijake. Sikur Mirfilli Albin Kurtit kishte dashur që të nominohet Murat Jashari, është dashur paraprakisht të takohet bashkarisht me gjithë liderët e subjekteve parlamentare opozitare dhe që të njëjtit të shkojnë së bashku tek Murat Jashari dhe t'ja shprehin vullnetin e tyre konsensual ndërpartijak për figurën e tij. Do të thuhet që ti je kandidati gjithë njëve. Ende tha vjen. Dëgjoj, është kandidat. Jo, përpjekja ka qenë, dëgjoj. Jo, ne patëm 12 natës vizitën në Prekaz. Përpjekja ka qenë që partizohet figura e Murat Jasharit. Nuk ka qenë një përpjekje serioze që Mirfilli të jetë një figurë konsensuale. Ndryshe bëhen këto punë në raste të personaliteteve të këtilla. Ajo është dashur paraprakisht atakoj Zotin Hamza, Zotin Haradinaj, Zotin Abdigjiku dhe të thuhet që të nominohet një figurë e tillë, ne duhet që së bashku gjithë të shkojmë në Prekaz apo kudo. Askë nuk përmendi, vetëm Murat Jashari, askë nga vetvendosi nuk përmendi, asnjë kandidat tjetër Kurti. Tha vjen ende të mbetet për ne, për mu si opsion më I domosdoshëm që përfaqëson konsensus. Tashmë ajo është temë mbyllur. Edhe Murat Jashari ajo temë mbyllur. Refuzoi të jetë pjesë e kalkulimeve. Ajo është tash temë mbyllur politike në këtë garë, do thotë nga se vetë zoti Jashari e mohoi çdo skenar që do ta përfshinte atë me të drejtë, do thotë për shkak sepse prapë po insistoj që qasja dhe përpjekja dhe strategjia që është ndjekur nuk ka qenë korrekte dhe parimore në raport me nominimin dhe kandidimin e zotit Jashari për mandatin presidencial, sepse realisht dhe logjikisht është dashur që kjo iniciativë të jetë iniciative përbashkët të gjitha subjekteve politike parlamentare dhe jo që njëra parti ta nominoj dhe që ta interpretoj dhe ta tentoj ta përvetësoj kapitalin historik dhe simbolik të familjes Jashari për interesa ditore politike për shkak luftës me Vjosa Osmanin apo me subjekte tjera politike. Si nuk përmendi Vjosa Osmanin? Ende mendon që ka droj se kjo mund të ketë kosto dhe është lartë kostoja e asaj fature që mund ta paguaj në zgjedhje Kurti nëse nëse arsyetimi I lëvizjes vetëvendosje ka qenë që I druan ende zonën nëse arsyetimi I lëvizjes vetëvendosje ka qenë që nominimi I saj nuk po bëhet me arsyetimin për ta pështetur për muri opozitën, unë mendoj që zoti Kurti është I pështetur për muri në raport me Vjosa Osmani dhe është duke naviguar në për një terren tejet fragil ndërmjet dy ekstremeve në këtë rast. E para, do thotë interesi I tij që në asnjë variant të mos e nominoj dhe të mos e kandidoj zonja Osmanin, shihet qartë kjo, por të njëjtën kohë që ta zhvesh veten nga përgjegjësia për shkak të pasojave dhe reperkusioneve elektorale që mund të ketë sakrifikimi politik I Vjosa Osmanit. Pra, duhet nga fatura që po duhet nga fatura, pra e gjithë përpjekja e tij është që të sakrifikohet figura e zonjës Osmanit, por të njëjtën kohë që përgjegjësia të jetë përbashkë për gjitha subjektet politike për këtë eliminim, Ishin dakord të gjithë, jo vetëm nuk patën vullnet, nuk patën nga karika presidentes Vjosa Osmanit, nga se unë do thotë pata vetëm 50 numra, me 50 numra nuk zgjidhet, nuk arrihet të kalohet kjo sfidë procedurale, do thotë, dhe faji është I gjitha subjekteve politike, sepse në një moment të caktuar I njëjti e ka thënë një deklaratë thotë që çdo marrëveshje politike me lidhjen demokratike të Kosovës nënkupton vullnet dhe gatishmëri dhe unitet të këtij subjekti politik që ditën e votimit të gjithë të jenë të pranishëm në sallë, të mos mungoj asnjë deputet në mënyrë që të plotësohet korumi prej 2/3 të deputetëve. Pra kjo është përpjekja maksimale që po e bën zoti Kurti që përfitimet I ketë personale nga eliminimi I zonjës Osmani nga gara për presidente, por fajin dhe përgjegjësinë ta ndaj kolektivisht me të gjitha subjektet tjera parlamentare. Dhe dje në fjalimin e tij mes tjerash po e citoj, kur I u referua kryetarit të PDK-s se çfarë qëndrimi mbajti ai në takimin e dytë që pati me Kurtin, kur tha se PDK më është një kandidat që mund të jetë me priardhje politike nga PDK për president. Nisur, thot Kurti, nga ky qëndrim, unë mendoj se kandidati mund vi nga cili do subjekt politik, qoftë nga PDK, LDK apo lëvizja vetëvendosje, por në fund, zgjedhjen e presidentit nuk e garanton përkatësia partijake por vota në kuvend. Nëse nuk arrim, thot, gjejmë një figurë unifikuese që siguron mbështetjen e së pakut 80 deputetëve, atëherë një nga opsionet e mbetura është që secili subjekt të propozoj kandidatin e vet partijak
dhe të gjithë i nështrohen garës brenda kuvendit. Këtë e thotë e parashe edhe përshëndeta. Dëgjoj, rrit kjo është shumë e komplikuar. Taktike e komplikuar kjo? Taktik, dëgjoj, kjo është. Apo aq e thjesht sa të lexohet se gjithë kurti po i mbanën shëtulla rreth platformës së tij. Dëgjoj, e para unë kam qenë edhe skeptik ndaj qasjes, kemi bashkëbiseduar, kam qenë skeptik ndaj qasjes që kanë ndjekur subjektet parlamentare, opozitare që të shkojnë veçmas në takime me kurtin për diskutuar për këtë temë. Nga se nuk është temë, çka do temë kjo, nuk është duke u diskutuar për një ligj administrativ. Tema është për figurën kryesore e cila ofron balancë ose jo balanca të pushteteve në Republikën e Kosovës. Është garantues ose mos garantues i funksionimit kushtetues, i përfaqësimit në politikën e jashtme, i raporteve ndërmjet pushteteve dhe i unitetit politik e demokratik të vendit. Dhe në këtë drejtim është bindja ime, për shkak se ka ndru konstelacioni politik. Nuk janë më të gjitha subjektet politike, parafërsisht me dallime të njëjta, me dallime të vogla parlamentare, po e zëm që lëvizja Vetëvendosje ka 32 deputete, LDK ka 30 ose PDK atje. Dallimi është shumë i madh, nëse këto subjekte nuk arrin që ta ndërtojnë një front të përbashkët opozitar, në raport këtë kjo mundësi, nëse mund në raport me pushtetin të humbura do të jenë këto subjekte politike parlamentare. U iki kjo? U iki kjo shans. Unë përbindjen dhe kam thënë, edhe mënyra pse kanë pranuar të shkojnë para mush Haradinaj në këto takime, nuk ka qenë korrekte as për LDK-n as për PDK-n. Janë pajtuar me skemën e kurtit për ta zhvlerësuar dhe dobësuar gjithnjë më tepër peshën e aleancës. Dhe nëse aleanca në të kaluarën, në pajtorën që aleanca dhe nisma në të kaluarën, i kanë mëkatet e tyre për fuqizimin politik të zotit Kurti. Në këto rrethana, bashkarisht me aleancën PDK-ja dhe LDK do të ishin vetëm më të forta, nuk do të ishin më të dobta përballë Kurtit. Kështu që të njëjtat kanë shkuar, kanë pranuar me vullnet të tyre të shkojnë më të dobësuara në ballafaqim me kryeministrin Kurti. Dhe tash ka ndodhur në ndërkohë, problemi është se asnjëra prej subjekteve parlamentare, opozitare nuk i ka numrat e mjaftueshëm edhe për ta nominuar kandidatin e tyre. LDK-ja ka, PDK-ja ka 20 e sa deputet i ka. LDK-ja po ashtu, duhen 30 nënshkrime. Po, duhen 30 nënshkrime që ta fitojnë drejtën procedurale që ta kenë kandidatin e tyre. Dhe në njëjtën kohë janë në mëshirën e vullnetin politik të kryeministrit Kurti për të dhënë nënshkrimet edhe për t'i bërë pjesë të garës. Sa janë të sfiduar atash PDK dhe LDK e AK nga ky taktizim i Kurtit, që po thot, nëse spajtoni për një emër presidenti konsensual, propozoni secili kandidatin e juaj për president në seancën për zgjedhjen e presidentit. Zoti Hamza e hapi këtë deriçk. Këtu ne kom po të jetë problematike hapi në kësaj deriçke që secila parti politike shkojnë me preferencat për kandidatin e tyre. E para të njëjta që ta fitojnë drejtën të kenë kandidat, duhet ta fitojnë mëshirën e zotit Kurti që të jap ato nënshkrime dhe që të futen në garë. Shishata çfarë situate janë. Nëse secili prej subjekteve politike parlamentare do ta ketë kandidatin e tyre për president, duhet ta fitojnë mirëkuptimin politik të zotit Kurti që të bëhet pjesë e garës e para. Dhe në të njëjtën kohë, nëse këto subjekte politike pranojnë të bëhen pjesë e kësaj loje që ta formsojnë korumin me pretendimin se janë duke qëndruar në sallë për të votuar kandidatët e tyre për president. Kjo është legjitimimi i pushtetit absolut të lëvizjes Vetëvendosje, sepse për herë të parë në Kosovën e pas luftës do të mund të ndodhë, nëse ndodh kjo, pra po them nëse për herë të parë në Kosovën e pas luftës do të mund të ndodhë që një partie vetëm me politike ta ketë edhe kryeparlamentarin, edhe kryeministrin, edhe presidentin. Sepse në rondin e tretë Kurti nuk do ta ketë problem të sigurojë 61 vota për presidentin e partisë. Ishte dobët opozita. Absolutisht. Është dobët, absolutisht, e kanë fragmentarizuar edhe parcializuar edhe më tepër. Po çfarë ka Kurti këtu? Nuk ka faj, nuk po them që ka faj, unë tash po e analizoj, nuk po kush e detyroi Hamzën dhe Abdixhikun? Tash problemi i tyre, ata do të japin llogari. Mirë po në njëjtën kohë tash, nëse opozita vendos kushte, tash edhe këtu është problem parimorësh nëse po e zon Partia Demokratike e Kosovës thotë, jo unë rri në sallë vetëm nëse ma voton kandidatin tim të partisë. Është pak problematike të arsitohet kjo punë para opinionit publik. Vota është e pavarur. Është nën sens logjik Kurti thotë nuk mund ta garantoj atë proces.
Këtë që ka mund garantoj është që t'jap disa nënshkrime që ti ta fitosh drejtën të bëhesh pjesë e garës. Qesim procedural. Qesim procedural, që ti të bëhesh pjesë e garës duhet kalosh nëpërmjet mëshirës së Zotit Kurti. Ndërkohë se si votojnë deputetët, nuk mund t'i kontrolloj, votimi është i Po e dim fshehtër. se ç'po ndodh opozita sipas jush? Nuk e dim, duket siç duket, duke ad hoc pa strategji dhe pa aftësi për të duke i përsërit njëjtat skema të gabimeve, siç kam thënë, edhe në mandatin e kaluar për shkak të bllokadës, kam thënë se kjo opozitë nuk është në gjendje të transmetoj mesazhin që ka kapacitete të ndërtoj alternativë ndaj Zotit Kurti, do t'i kthehet në bumerang elektoral gjë që ndodhi, po e vazhdon njëjtën praktikë, do të njëjtin model, njëjtën çështje e fragmentarizuar në ndërmjet vetit duke i krijuar terren të jashtëzakonshëm politik Zotit Kurti. Ndaj ajo që po shihet në anën tjetër, ndërsa ajo që po shihet si disa arsyetime politike dhe publike, disa arsyetime gabime opozita, po nuk besoj që janë në nivel mazojes, dëgjoj. Duke mos qenë gatshme pasojës pe. Po nuk besoj që janë në atë nivel, mirë, po siç duket nuk i kanë menduar gjitha pasojat dhe janë të gatshëm mbase të qeverisin. Janë të gatshëm të qeverisin ose tashmë janë kapluar nga frika, është sepse në politikë shoqëruesi më i keq apo këshilltari më i keq në politikë është pikërisht frika, do thotë duken lëshime shkollore. Duket që janë kapluara nga frika që do thotë po vazhdojnë të humbin elektoralisht duke u demonizuar si përgjese për bllokadën. Prandaj me qëllim që të mos shkojnë në zgjedhje me këtë etiketim, po i bëjnë këto lojra që mund t'ju rikthehen edhe më shumë në bumerang. Do ta citoj një pjesë tjetër të fjalimit të kryeministrit Kurti, si kryetari edhe i lëvizjes vetëvendosur në Këshillin e Përgjithshëm të kësaj partie në lidhje me këtë. Si kryetar jam duke u angazhuar maksimalisht, thot Kurti, që ta tejkalojmë këtë proces në mënyrë të suksesshme dhe që vendi të mos shkojë në zgjedhje të reja. Kemi pasur, thot Kurti, 4 palëzgjedhje gjatë vitit 2025. Filluam me zgjedhje të rregullta parlamentare, përmbyllëm me zgjedhje të parakohshme parlamentare. Midis tyre kishim 2 raunde të zgjedhjeve lokale. Dhe vit 2026 në cilën kemi hyrë, tani duhet na pres me punë, me stabilitet institucional dhe me rezultate konkrete për qytetarët, jo me fushata elektorale. Dhe për zgjedhjen e presidentit nevojitin 80 vota dhe rrjedhimisht është domosdoshme bashkëpunimi, thot, dhe konstruktiviteti nga opozita. Dhe që ky proces mund të realizohet qoftë përmes zgjedhjes së një figure unifikuese, siç do të ishte kandidati përsërit në fund fjalimit Jashari, apo edhe përmes një gare të drejtë dhe demokratike ndërmjet kandidatëve të propozuar nga subjektet politike, sipas një procedure të qartë kushtetuese. Nëse lëvizja vetëvendosur jemi, sepse duhet të jemi të gatshëm për të dyja opsionet. Unë mendoj që tashmë opsioni i parë ka nuk dëshiroj vendin me çfarë zgjedhje. Jemi të hapur për dy opsionet. Unë jemi molis nga zgjedhjet. Që jemi molis fakt është, ja. Krye figura politike që fitoi besimin e madh popullor edhe në zgjedhjet e nënshkurtit 2005. Dhe që arriti të bëjë njerëz se opozita është bllokuese e formimit të institucioneve. Dhe tani duket që pak a shumë me nuanca ndryshme përsërit njëjtën logjikë politike. Të lloj triumfi që arriti çoj mesazhet për të bindur njerëz. Absolutisht. Tash kjo do thotë se e përmbyllëm kjo puna e figurës unifikuese, kjo ra nga skemat për shkak se është në kundërshtim, do thotë me vetë vullnetin e personit të apostrofuar që të propozuar për kandidat. Duket që ky skenari i dytë është më i preferuari për Kurtin dhe siç thash edhe më herët, këtë dhuratë politike ja dhanë subjektet opozitare duke mos qenë në gjendje që bashkarisht ta kenë një qëndrim unifikues, qoftë nga një figurë për të marrë vesh që të jetë prej njerëz prej subjekteve parlamentare apo të njëjtat ta gjejnë një personalitet. Çka do të qoftë, thonë kandidati ynë për president është ky, i cili natyrisht jo do të tipte garancione kështu sepse janë të përcaktuara në kushtetut, por që mirëfilli do të kalkulojë se do t'i shërbente balancimit të pushtetit absolut sot që e ka Zoti Kurti. Kemi një pushtet të jashtëzakonshëm që e ka lëvizja vetëvendosje dhe vetëm kjo po i mungon. Figura e presidentit dhe më do thotë asnjë kapilar kryesor i sistemit. Kështu e ka asnjë kapilar kryesor i sistemit në Serbia, po edhe Maqedonia.
Nuk është gjë pa zakon. Po mirë, tash ne duhet të bëjmë përpjekje, po mirë, ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale për aq kohë sepse nuk është e rastësishme që kanë mbetur balancat e pushteteve ndërmjet vetëre. Është po që është më e dobishme për mirëqenien e demokracisë, decentralizimi, është po që është jo në habitatin tonë ballkanik mbetet retorike e ligjerimin mbase për universitete kjo. Po paktën mbetet projekcion, synim, dhe nuk ka ndodhur, prapë them, është hera e parë nëse eventualisht ndodh kjo, nëse futen këto gara partijake për president, është hera e parë në historinë parlamentare të Kosovës, do të që një subjekt politik mund t'i ketë gjitha pushtetet dhe jo vetëm këto pushtete politike, por me këtë lidhen më pastaj edhe kishte me zonën Osmani më kurti. Ndëgjoj, po fakti që nuk po e nominon, fakti që nuk po e se kishte këto 5 vite pushtetin e plot, edhe mbi presidencë zoti Kurti. Absolutisht e kishte, po mirë, po ne kemi diskutuar për shkarjet e brendshme që kanë ndodhur. Kemi diskutuar për shkarjet demokratike që kanë ndodhur, qoftë në çështjet e prokurorisë, po e zonën Osmani, po e vendos diku tjetër. Qoftë në kalkulimi i tij se zonja Osmani nuk është adaptibile dhe instrument i vazhdimit të rolit të zonjës Osmani, i vazhdimit që deri ta ka pasur. Ja asaj zonje që ishte në pak në vitin 2021. Sepse zonja Osmani po sakrifikohet politikisht në kohën kur është bërë dobishme për Kosovën, ndërkohë ishte presidente kur nuk ishte dobishme për Kosovën. Ky është paradoksi politik në për cilën po kalon fati i saj. Pra pikërisht në kohën kur është parë që mund të pavarësohet nga tutela dhe pushteti i lëvizjes vendose, për shkak se ka qenë edhe mandati i dytë dhe ajo do të insistonte në maksimum për ta ndërtuar një profil tjetër politike si diplomatik, jam i bindur, si diplomatik ashtu edhe brenda dhe tash pikërisht në kohën kur mbase do të ishte e dobishme për shëndetin e demokracisë, nuk po do të privohet nga kjo shansë politike. Jo dhe shumë analistë keni qenë kritik në mënyrë të vazhdueshme për mënyrën se si ka operu politikisht zona Osmani duke cënu parimet thuajse thelbësore edhe kushtetuese të presidentit, duke mos qenë figurë unifikuese, duke qenë oportune tepër e madhe ndaj zotit Kurti dhe gjithë këto 5 vite zoti ka solli përjashtojmë këto politikën e jashtme, dimensionin ndërkombëtar të Kosovës, zonja Osmani ishte ka sisteme lojale ndaj çdo konstruksioni politik. Absolutisht. Ka sisteme që janë më autokratike, më pak demokratike se Kosova. Mirë, po ajo që ka ndodhur në Kosovë, beso, paktën formalisht, askund nuk kiti kësi përplasje të pushteteve ndërmjet vetes, sikur rasti presidenca me gjykatën kushtetuese të përplaset. Ki pa në Shqipëri, për shembull, presidenti tjetë në konflikt hapur me gjykatën kushtetuese, po edhe në Serbi që është, pajtohem që Serbia është shtet shumë autoritare, më pak demokratik se sa Kosova. Por publikisht dhe vizualisht nuk kiti kësi përplasje politike. Këtu e kemi pasur vetë Kosovë dhe zonja Osmani ka qenë prietare e këtyre. Unë nuk mund tash bëhem hipokrit dhe ta amnistoj nga këto sjellje të papërgjithshme politike dhe juridike. Mirë, po pikërisht frika e zotit Kurti qëndron pse ajo në mandatin e dytë nuk mund të jetë kjo e cila ka qenë deri tash, por rezulton në përpjekjen për të mos ja vazhduar. Liku nuk ka bërë dallim midis zonës Osmani dhe zotit Kurti. Edhe sot mbase mund të vren me nuanca ndryshimet, por edhe zonë Osmani dhe Kurti i votuan si platformë. E njëjta frymë, po. E njëjta frymë. Qeverisë Kosovën. Pavarësisht që presidenti përfaqëson unitetin e popullit, ruan balancat e pushtetit dhe në pikpamjet brendshme zonja Osmani nuk e siguroi këtë, shkarkoi zonjën Daka nga KQS, nuk e emëroi krye prokurorin, ndërmori veprime tjera sistematike duke demonstruar lojalitet ndaj çdo politike të qeverisë Kurti e kështu me radhë. Dhe tek sulmet që i përmenen ndaj gjykatës kushtetuese. Tash nuk di sa janë asumsu Kosova me një pushtet që mirë mban edhe qeverisë, presidentin edhe kryeministrin. Nuk di sa janë reale, do thotë për shkak se ekzistojnë shpeshherë edhe janë të orkestruar e produkti një inxhinieringu kështu teknologjik, mirë po në rrjetet sociale nëse analizohen, në rrjetet sociale ka disa provim të madh ndaj ngurimit të lëvizjes vetëvendosje për mos kandidimin e zonjës Osmani. Që tregon që opinioni ka parë ata si pjesë të njëjtës frymë politike, si pjesë e çlirimit shoqërore, politike, rilindjes shtetërore pas 2 dekadave të degradimit të tjera. Kështu që edhe mbështetësit e tyre janë të hutuar në një situatë
kështu them, traumatike politike kur po e shohin këtë gjendje. Po bëjnë me këtë luftë hibride, po paguhen nga Serbia, thoshin arsyetimi i mbështetësve të vetëvendosjes kur kritikonin raportet ose kur nxjerrnin lajme botonin midis zonës Osmanit dhe Kurtit, thoshin që kjo propagandë e Serbisë, një pjesë e gjithë atyre që militojnë në habitatin politik të vetëvendosjes. Po e shinin këtë raportim ferm të media si betejë që po bën Serbia e armiqtë tonë nëpërmjet hibridëve në Kosovë. Por duket që sot nuk po arrin ta përbensojnë të vërtetën që po e shohin mbasi me sytë e tyre për një krizë. Jo, është kjo prapë ta maten të hutuar, janë të në konfuzion, ku po e shohin se si këtë lloj divorci që tashmë është publik, vrihet, mirë po të njëjtit janë të angazhuar nëse prapë tham janë reale këtu, nëse s'janë produkti një inxhinieringu si dinë t'i bëjnë protagonistët politik, mirë po nëse janë reale, do thotë ky vërshim i komenteve, shihet që ka një insistim të jashtëzakonshëm të asoj baze elektorale që të mos humbet kohë më tutje me këtë temë, të mos kërkohen lloj-lloj të mos bën lloj ekzibicione, të mos bëhet vendi peng, por ka një lloj presioni virtual, po e quaj kështu në rrjetet sociale. Kurti po druhet ta përmend. Unë besoj që se kosti ambasë elektorale një ballafaqimi të hapur mund të jetë edhe për Kurtin. Unë besoj që njëra prej arsyeve kryesore do të thotë ajo situata pashtekdalje që thash, në cilën ndodhet Kurti, nuk është opozita në këtë rast, në këtë pikë, nuk është ajo që është e mbështetur për Muri, situata pashtekdalje në këtë drejtim në raport me Vjosa Osmanin është vetë Kurti, sepse as nuk mund ta rilegjitimoj si presidente dhe as nuk po mund që publikisht dhe hapur të krijoj arsyetime publike. Tjetër është ata ndërmjet veti çka kanë. Arsyetimi vetëm i tij publik është se nuk e ka mbështetjen opozitare. Po se ka pas mbështetjen opozitare as në 2021-ën, por as nuk i ka pranuar me negociu me këtë tim. Unë dhe presidentja platforma ka qenë. Tashmë kjo është presidente, kanë qenë deklaratat e zotit Kurti, para se njëta të votohej në kuvent të Kosovës. Unë jam i bindur me këtë situatë në cilën ndodhet opozita. Po ta angazhohej. Në familjes Jashari, po dëgjoj. Po përpiqet që ta relativizoj faktorin Osmanit. Faktorin Osmanit, se unë jam i bindur që po të dëmte dhe po të angazhohej seriozisht kryeministri Kurti me këtë situatë në cilën ndodhet opozita, do të kalonte Vjosa Osmani. Pa kur fartelashe do të kalonte, do ta plotësonte kriterin. Mirë po do të shihet qartë që tash këtë sfida kryesore me cilën po ndodhet aktualisht Kurti dhe lëvizja vetëvendosin përgjithësi është se pasi ka bërë karshillak zotit Kurti. Dëgjoj. Siç thuhet se ndau rrugët dhe me LDK-n. Ndau rrugët edhe në kohën me presidentin Sediu. Me zotin Isa Mustafa dhe mbase Kurti dyshon se ajo nuk mund të heqë dorë nga ambicjet e saj personale. Ambicjet e saj personale që mund me prevalu një platforme morale të... Në një lloj janë këtë drejtim. Ajo që unë do të doja, jo unë që do doja, por që do të ishte korrekte të po flasim parimisht, zoti Kurti... Kur trajtoj ajo partinë vet, pse nuk më trajton? Zoti Kurti... Kështu mbase mund thotë. Vetë me veti mund ta ketë, mirë po me atë, mirë po tash nuk mund ta thotë këtë sepse ajo lloj tradhtie që po quhet partiake në atë kohë ka qenë domosdoshme për ta shliruar Kosovën nga regjimi i vjetër. Tash mund gjenden lloj arsyetimi. Mirë po jo, ajo që do të ishte korrekte edhe në raport me bazën e tij elektorale dhe me qytetarët e Kosovës të dilnin dhe të dëshmonin se kuj ka cënuar presidentja Osmani interesa shtetërore të Kosovës dhe kjo është arsyeja pse nuk mund ta tash kjo duhet të krijohet një është hera e parë besori duke njohur edhe Kurti sepse zakonisht Kurti shmanget nga veprimet pa krijuar pa qenë i bindur që mund ta fitojë narracionin dhe justifikimin publik për veprimet e tij. Kështu ka funksionuar në vazhdimsi. E para gjatë gjithë kohës ai bën hall se çfarë justifikimi publik dëshiron të krijojë në raport me cili argument të flemë shumë. Cili argument në raport me dhe është hera e parë që zoti Kurti është edhe pa justifikim publik me konfliktin me zonin Osmani. Kjo edhe mendoj ky indikator flet shumë qartë për situatën në cilën ndodhet. S'ka dhënë asnjë arsyetim. Pos që na nevojë, pos s'dua ta mbështes opozitën. Dëgjoj. Përmend fare. Dëgjoj, s'dua ta mbështes opozitën, s'dua ta mbështes opozitën për Muri. Po kush e beson këtë arsyetim? Ku Befas 24 vota PDK. Dëgjoj, Befas brenda notës, Befas brenda megjithëse kanë gjallë entuziazëm në lidhjen demokratike të Kosovës, siç po shihet. Kjo çështje e tij, ky korrigjim i tij, të njëjtit janë të lumtur, tha jemi të lumtur nga ndryshimi i çësjes
Kem vretur. Rregullisht. Le të vazhdojnë me këtë besim, le të vazhdojnë. Janë me shpresë. Le të vazhdojnë. Mirë pa ajo që do thotë për ta përmbyllë argumentin për këtë, është e pabesueshme ne që njohim do thotë mënyrën e operimit të zotit Kurti, që befas dhe brenda notës ai u pushtu nga një lloj mëshire për dëllimi për subjektet opozitare, gjë që pikërisht keqardhja në raport me to për shkak të konflikteve që ka pasur zonja Osmani me partitë opozitare, po detyron që ta eliminoj të njëjtën nga gara dhe që të njëjtat mos i vendos në situata pashpërdorje. E di po sepse mënyra e elaborimit mirë, po nuk po di se si ta shpjegoj ndryshe këtë dinamikë. Po shpreh keqardhje tash për opozitën, e cila nuk është trajtuar si duhet nga zonja Osmani. Për sa kohë që ajo ishte në mandat. Dhe ka kriju konflikt me opozitën, kështu që nuk po ka. Ç'të bëj tash thotë zonja Osmani ju? Pse ke kriju konflikt me opozitën? Pse ke kriju dhe pse më ke shërbuar mua më tepër se sa që është dashur. Prandaj po sakrifikoj politikisht. Në këtë drejtim kështu që kjo është thelbi i kësaj loje i vetvendosjes i zonjës Osmani. Ai votuesi i vitit 2021 nuk po mund ta përpensoj ta kritikoj nga ajo sa po e shoh nëse s'është në rrjetet sociale e inxhinieruar. Po inxhinieruar, ka mbetet shije. Vret një disponim që nuk arrin ta kuptojnë, ta besojnë anë në hutisë çto. Dhe nga 5 mars do kemi zonën Haxhiu të ulur në karrikën e presidentes. Por 5 mars. Base mund të kemi atë presidenti me muaj tërë. Që tani, zoti Blerim Salloj, zëvendës ministri i drejtësisë, ka një skenar të këtij. Ka paraqitur një skenar të asaj ideje që duhet të ezauron gjuhë juridike, të përmblidhen, të konsumohen krejt procedurat nga dhe në zhë, ai votimit në 3 rrathe për presidentin e tjera, derisa të konstatohet që është konsumuar në 85, apo i kushtetutës zoti Kasolli, apo na paralemron vetvendosa që refuzon të ta çojë vendin në zgjedhje, duke e quar mbase lëndën në gjykatë kushtetuese për kontroll të kësaj situate. Absolutisht. Përsëri me telenovelën. Me njëjtën telenovelë. Absolutisht shihet qartë që kjo tendencë është evidente që në bazë të interpretimit dhe disa interpretimeve koloreve që kanë filluar të qarkullojnë, televizja vetëvendosje e konsideron të pakonsumuar temën e presidentit për aq kohë sa nuk është kryer votimi. Ndërkohë tash ekspertët juridik do ta japin gjykimin e tyre dhe nëse ka nevojë edhe gjykata kushtetuese nëse adresohet lënda, mirë po unë jam i bindur që do thotë me 5 mars vendi duhet shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nga sa është qartë që 1 muaj para se t'i skadoj presidentes aktuale duhet zgjedhet presidenti. Në mënyrë që pastaj edhe ndodhet tranzicioni gradual i pushtetit, siç është në krejt botën, po e zonë Shëbani e dim është në nëntor bëhen zgjedhjet presidenciale, ndërkohë në janar dorëzohet detyra, sepse nuk mund aty ad hoc brenda natës të kalohen përgjegjësitë e tilla shtetërore e institucionale. Dhe shihet qartë që lëvizja vetëvendosje në bazë të këtij justifikimi dhe të këtij interpretimi dhe disa interpretimeve tjera që kanë filluar të qarkullojnë me të madhe koloreve, po tenton si zhduket që ta mbajë ta prolongoj këtë temë deri kur i konvenon asaj partia kishte elektoralisht që konsideron që mund të jetë momenti i volitshëm për të shkuar në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Mbase vera kur është diaspora, se tashmë është dëshmuar që dhe që në të njëjtën kohë në këtë brenda kësaj kohe prej tash deri në verë, po ashtu gjithnjë më tepër të tentoj që ta masivizoj narracionin e saj se përsëri ishte viktim, nuk i donte nuk i duam zgjedhjet, na kanë lodhur zgjedhjet, do thotë që me këto argumente të shfaqet para opinionit publik që zgjedhjet po bëhen domosdoshmëri për shkak të mungesës së vullnetit për kompromis të subjekteve tjera parlamentare. Ndërkohë ajo e vërteta e kam thënë disa herë. Dasa faktori Osmani. E kam thënë disa herë arsyeja e krejt prolongimit të këtyre krizave, e inskenimit e bllokadave me lidhet kryesisht me paqartësitë që ekzistojnë me atë se çka mund pret. Kryesisht me fatin e dialogut. Ndonse Kurti është duke bërë në prapaskenë, ne e kemi anashkaluar një vizitë të rëndësishme, është duke bërë përpjekje në prapaskenë ta fitoj përkrahjen e kësaj administrate amerikane. Nuk është rastësisht me vizita e ministrës së ekonomisë Artane Rizvanolli në departamentin e energjisë dhe diskutimi për gasifikimin e thëngjillit dhe kompanive, nëpërmjet qeverisë dhe kompanive amerikane. Mirë, po unë konstatoj që kjo çështje e Kurtit
është gabim. Ai nuk do ta fitoj për krajën amerikane nëse tenton vetëm do terma. Madje kjo është identike, jo në përmasa, por është një lloj imitimi i metodave të Venezuelës dhe të Iranit, sepse dhe të njëjtat mos harrorit, gjatë negociatave që kanë zhvilluar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë krijuar akses të plot në burimet energjetike të vendeve të tyre me qëllim që vetëm të mos preken regjimet. Mirë, po çka ka dëshmuar kjo administrata Trump? Interesat e sigurisë nacionale i konsideron prioritare. Dhe nëse Kurti, nuk tham që Kurti prapë edhe Kosova është në nivelin e Iranit, ta qarsoj njëre për gjithmonë para opinionit publik, edhe atë të Venezuelës, mirë, po si model, po të krijoj akses në burimet energjetike që të kemi mirë kuptim politik, nuk do të dhejës me këtë administratë amerikane. Nuk i dhejës ja Serbisë, ne e pam. Nuk i dhejës as këtyre vendeve me cilat është në telashet mëdha sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga se nëse ekziston vlerësimi që një pushtet nuk është kompatibil me atë që është si projekcion i interesave të sigurisë nacionale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do të jenë dobipruar se këto metoda jo nëpërmjet burimeve energjetike, kontraktimit nuk ndryshon kursin shumë. Dëgjoj, po çfarë zgjidh? Po Kosova energji. Po ku krahasohet Kosova me burimet energjetike të Iranit? A diti që në negociata, i kanë përcjellë analistë ndryshëm. Në negociata, në fund, regjimi i iranian, edhe Maduro i ka kriju çështjet plot në infrastrukturën energjetike. Vetëm lejonin pushtet. Mirë, po jo. Edhe në Iran, është e njëjta, i kanë kriju kompanive amerikane, kanë ofertat e tyre ka qenë që burimet kryesore energjetike në Iran të kontrollohen nga kompanitë amerikane. Mirë, po është përjashtu prej sepse sjelljet gjeopolitike të atij shteti vlerësohen a janë kompatible apo jo me interesa strategjike. Edhe tash ne e kemi rastin e Kosovës. Bëri gabim zonja Arizonolli. Jo që bëri gabim. Bëri gabim duke aludu se mund zbarkojnë. Jo që bëri gabim. Mirë ka bëu që ka shku. Mirë, po tentimi që taktika po. Mirë ka bëu që ka shku dhe duhet të intensifikohen edhe më shumë këto komunikimi. Mirë, po shpresa se mund të mirëfitohet mirëkuptimi i administratës amerikane Trump nëpërmjet joshjes së burimeve të pakta energjetike që i Kosova, unë jam i bindur që nuk do të dhejë, sepse nuk i dhezi as Serbisë, po e shohim apo përballet me presione të jashtëzakonshme diplomatike as vendeve që kanë resurse të jashtëzakonshme energjetike. Bisedimet me Ukrainën. Bisedimet me Ukrainën. Ky ka qenë një keq kuptim. Nuk ka mujt ta ndryshoj kursin. Ky është, la diçka ndodh kjo. Ky është një keq lehtëzim që sidomos disa njerëz me profil majtiste kanë ndaj administratës Trump, sipas të cilëve funksionon mbi parimin e pastër komercial imperialist. Sakt. Përvetësimi i burimeve të këtyre vendeve energjetike dhe çdo gjë është në rregull. Po shihet që jo nuk është çdo gjë në rregull edhe në këtë rast. Kasolli, filloi lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Që në sulmin e parë u vran gjithë hierarkia ushtarake dhe politike, përfshirë dhe liderin suprem Ayatollah Khamenei. Dhe lufta po vazhdon. Trump tha se para se të më vles një mua, vendosa të vrasin ty. Dy herë provua të më vles dhe duket që kjo luftë ka për masa dhe konsekuencat jashtë zakonshme të para për gjithë lindjen e mesme dhe për botën realisht Kasolli. Vendet e gjirit janë sulmuar nga Irani, ndodhen ende në sulm dhe SBA me aleatet e Izraelit, Britania së fundi, po përgatiten për një kundërpërgjigje shumë të vendosur. Paralajmëruan se kjo do të zgjatë me ditë. Si është një shpërthimin e kësaj lufte, në fakt e keni parashikuar ka më shumë se 3 javë në këtë emision. Për masat e këtij problemi, sa mund të menaxhohet, sa mund të jetë në kontroll ky luftë? Tash është vështirë sepse po i shoh dhe shqetësimet e analistëve ndërkombëtar që nuk janë të sigurt çfarë drejtimi do të marrë, nga se normal Irani nuk ka diskutim që është dërmuar. Në aspektin, nuk është ma Iran që ka qenë, dhe ky ka qenë arsyeja kryesore pse në këtë fazë SBA dhe Izraeli kanë tentuar që të përfitojnë maksimalisht në raport nga gjendja e palakmueshme në cilën është ndodhur Irani, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Mirë, po megjithatë Irani vazhdon të mbetet një shtet me potenciale
të jashtëzakonshme. Dhe unë kam thënë duke marrë parasysh do thotë kërkesat që janë adresuar në administrata Trump gjatë negociatave që duke që po shkohet drejt një konflikti, ato kanë qenë e para do thotë dorëzimi zero, nuk ka qenë politika uranium i limituar, po zero uranium. Ka qenë shkputje totale e mbështetjes për forsat proxy, pavarësisht ato janë dëmtuar te mose nga lufta me Izraelin, por që njëherë për gjithmonë të marrin fund këtë strategji që Irani, po që Irani të tentoj ta projektoj fuqinë e tij gjeopolitike në rajon nëpërmjet investimit në këto struktura paramilitare, quaj si të duash, kanë qenë këto kërkesa dhe heqja apo largimi i plot i rezervave të raketave balistike që sipas ekspertëve ushtarak do të sot Irani madje kretën Qiprën e goditje dhe thuhet që ka kapacitete deri edhe vendet evropiane të sulmuarën baza britanike. Britanike në Qipër ka kapacitete edhe vendet evropiane dhe që kështu edhe Irani edhe në këtë drejtim do thotë të mos shihet si rrezik për sigurinë gjeopolitike euroasiatike. Kjo është dhe një arsye që nuk është bërë shumë publike, ajo duket që të jetë një motiv, po ashtu tjetër është ndërtimi i përquesit të gazit dhe naftës nëpërmjet Afganistanit në Kinë. Kjo do thotë do të ishte një goditje ndaj përpjekjeve të jashtëzakonshme amerikane për ta balancuar fuqinë e Kinës, sepse ne edhe këtu kur kemi diskutuar, halli kryesor është Kina, edhe në Venezuela që ka ndodhur është Kina, edhe kjo që po ndodh, dhe lufta që po shohim Pakistan në Afganistan, pikërisht po destabilizohen ato vende ku është para po që të krijohet kjo rrjetë e trasa e shtrirjes së gytave të gazit për me burime të lira energjetike. Me burime të lira për ta punisuar Kinën. Sepse Kina është një pangopër në kërkesat e saj. Ne po e pam edhe Gjermaninë çfarë situatë është. U detyru Merz, shkoi në Kinë dhe të rinegociojë marrëveshje tregtare. Goditja e Iranit nga ana Shehbaz dhe Izraelit, tashmë edhe Britanisë, është një goditje në mënyrë se tjetër drejt për drejt për të fundosur kapacitetet ruse të luftës kundër Ukrainës dhe për të limituar potencialin në ngritje e rivalitetin ekonomik të Kinës. Do këto dy janë, Irani është pika e cila duhet të disiplinohet në raport me interesa gjeopolitike amerikane, mos paraqes kërcënim, sidomos për shtetin e Izraelit, sepse nuk mund të neglizhohen thirrjet, siç e thava presidenti Trump, në mënyrë të vazhdueshme prej mëngjesit deri në mbrëmje, duam zhdukjen e Izraelit, nga se nga fjalët shpesh nëse plotësohen kushtet teknike atë nuk ka garancione që platformë ideologjike, platformë ideologjike, atë nuk ka mos siguri që e njëjtat mos mund të ka ndodhur, pra në këtë drejtim do të janë pak a shumë. Ndërkohë sjellja do të goditja ndaj shpreh edhe ana tjetër, do të goditja ndaj vendeve të rajonit, për mendimin tim ka qenë një gabim jashtëzakonshëm i Iranit, nga se shumë prej atyre vendeve në mënyrë të vazhdueshme kanë tentuar edhe duke ndikuar siç pra po tham duke i lexuar mediat ndërkombëtare se nuk kanë burime të tjera, kanë tentuar në mënyrë të vazhdueshme që ta mbajnë gjallë procesin e rrezin armiqësisë se hapi Irani dhe me tjera. Që nuk ka ndodhur. Dëgjoj, po është skandaloze. Nuk është që ka qëndruar në raporte mira merret, por ti sulmoj ato vende. Dëgjoj, është dhe çka shpreh? Kuvajtin, Katarin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, sulmin që bëri në Evropë, në Çipro. E para kanë qenë dy tendenca kryesore në lindjet e mesme kohën e fundit, një sidomos këto në xhirin Persik, Arabia Saudite që po bën përpjekje të jashtëzakonshme për modernizim, të mos flasim për vende tjera, Katari, Dubai, që shndrohen në qendra gravituese të kapitalit botror dhe që nuk kanë qenë asnjë lloj çfarë rreziku Katari dhe Dubai ka për Iranin. Asnjë lloj rreziku. Asnjë lloj, pikërisht mënyra sulmi ndaj Dubait e reflekton këtë zellin ideologjik dhe fanatik të regjimit në fuqinë të Ayatollahëve në Azi. Që goditet modernizmi, goditet përpjekja për ta nxjerrë atë rajon nga situata në cilën ka vegjetuar për kohë të gjatë. Është mundur që presidenti ka studiuar filozof, ka studiuar Kanti në esencë demonstron rëndësinë peshën e lirisë së individit. Apo dhe të vlerave njerëzore. Dhe të atyre që e përfaqësojnë moralin në shoqëri. Si është mund njëri të bën grackën
e një platforme vrastare ideologjike që më të në zhdukjen e tjetrit. Tash klima do të thotë, apo thu për presidentin e thash po, të Iranit. Po, presidentin e Iranit. Po ndëgjoj, po tash ajo është sepse edhe mënyra se si zhvillohet se sistemi në Iran është shumë kompleks nga ajo që kam parë. Një lloj demokracie, një lloj gjoja demokracie parlamentare, në anën tjetër është garda revolucionare, janë garda revolucionare e cila ka pas, e cila ka edhe por pushtet moral të jashtëzakonshëm kanë Ajatullahat, po. Ndëgjoj, tash Ajatullah dhe ajo që do thotë vreja, do thotë eliminimi, si shtat juaj, tër infrastrukturës. Gjithë hierarkia matrës. I gjithë infrastrukturës, do thotë, dëshmon për aftësi të jashtëzakonshme në këtë rast sepse pjesën, mos harrojmë, janë dy drejtime janë duke u zhvilluar sulmet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të fokusuara më tepër në infrastrukturën fizike dhe ushtarake, ndërkohë Izraeli ka qenë më i fokusuar në infrastrukturën politike dhe drejtuese dhe shkencore të Iranit. Dhe kjo flet domethënë për prezisitetin e jashtëzakonshëm të sulmeve, veçanërisht për aftësinë depërtuese të Izraelit brenda kapilarëve të sistemit në Iran. Si është përnda fotografia e Ajatullahut të rrallë, dikush tjetër. Dëgjoj, ka indikacione që Netanyahu i parë e ka marrë fotografinë e Ajatullahut. Dhe në zemrim e sipër, ky regjim i Ajatullahëve po sulmon gjithë aleatat. Po ata të cilët kanë shëbave në gjirin përsik. Po e dëshmon forcën e tij destruktive, sepse dy forca kanë qenë dinamike në rajon. Përpjekjet e vendeve tjera arabe të Kuvajtit, të Bahreinit, të Katarit, që edhe përpjekjet e jashtëzakonshme, jo që ka nivel të kënaqshëm demokracisë, mirëmi vesh, por tash gjendja është ajo çfarë është, por përpjekjet që t'i hapet sa më shumë ujë investimeve të kapitalit perëndimor, inteligjencës artificiale, zhvillimeve teknologjike dhe sulmi i Iranit ndaj këtyre vendeve që nuk ka impozuar asnjë lloj rreziku drejt për drejt por përkundras janë angazhuar diplomatisht në aspektin diplomatik maksimalisht në bashkëpunim me SBA që gjendet një zgjidhje diplomatike e tregon frustrimin e tij ndaj përpjekjeve për modernizim dhe zhvillim të rajonit. Një rrëzim i regjimit Ajatullahëve në Iran, çdo të thoshte për ju për lindjen e mesme. Rit tash ne po shohim dy Irana. Mënyra e tranzicionit është e paqartë. Nëse rrezohet, ka shumë paqartësi. Si do të ndodh? Kush do ta bëj? Kush do t'i pri? Kush është udhëhesi tjetër, etj. Dëgjoni ajo nga unë që e kam parë, do thotë detash, edhe nga videot e nga mediat, kemi parë dy Irana. Dy sentimente në shoqërinë irane. Kemi parë një sentiment të entuziazmuar e të gëzuar nga eliminimi i Ajatullahut, që e kanë parë si një lloj çlirimi pas dhe shpresën për të dhënë fund diktaturës gjatë, brutale, mbi 47 vjeçare 47 vjeçare, por kemi parë edhe një manifestim publik të pikëllimit të vajte, të zis për eliminimin e Ajatullahut. Do tregon që shoqëria iraniane është goxha e polarizuar në këtë drejtim. Janë dy Irana, Irani i sentimenteve ideologjike publike të Ajatullahëve dhe Irani i opozitorit i cili po kërkon ta gjejë rrugën, por që duket edhe opozita është goxha e fragmentarizuar në Iran dhe ende nuk ka një kauz të përbashkët opozitare që do të ishte një garancion shtesë se pas dobësimit të regjimit represiv nëpërmjet bombardimeve do të ishte në gjendje ta përmbyste nga brenda Iranit, sepse SBA kanë bërë çarçe me trupa toksore nuk do të ndryshojnë. Jo. Atë shpresa e vetme mbetet revolta. Luftoni për lirinë tuaj. Ne po dobësojmë infrastrukturën militare paraushtarake të regjimit, ndërkohë ju dilni në rrugë dhe merr edhe tash këtu do të kam parë me skepticizëm, ende nuk po shoh indikacione, po shohim entuziazëm nga ato që po qarkullojnë në rrjetet sociale. Po shohim entuziazëm, po shohim një lloj sensi të çlirimit nga eliminimi i kësaj strukture diktatoriale, por nuk mjafton vetëm kjo, ende e papërkthyer në aksion të drejtë për drejtë politik. Të SBA-ve dhe të Izraelit e të aleatëve të Britanisë, sepse Gjermania tha se nuk do të përfshihet. Sa do të ndikojnë këto që të krijohet një nxitje e asaj revolte të brendshme që kjo lëvizje pastaj e menaxhueshme mbase, politikisht e menaxhueshme, të kthehet në
instrument për tu tabluar në një pushtet të ri, si të bëhet ai tranzicion, sepse po flasim për gardën revolucionare të Iranit, e cila numëron 1 milion. 1 milion, së bashku me gjitha struktura tjera, gati 1 milion trupa. Ushtarake, politike, ekonomike, tregtare, e kështu me radhë. Rid, unë tash në këtë drejtim rezervohem të jap një parashikim të saktë, sepse jam duke i përcjell edhe deklarimet e kopaskoshme të presidentit Trump. Fillimisht ishte intenca për ndryshim të regjimit që duhet vinë nga brenda, por në njëjtën kohë në Atlantik deklaroi që ka indikacione se përfaqësues të regjimit janë në gjendje të dialogojnë, kanë shprehur vullnetin të dialogojnë. Tash mbetet e paqartë intenca që duket sikur mund të ndodhë që edhe administrata amerikane të kënaqet edhe me regjimin aktual në fuqi, por e don kapitullimin e tij. Sakt. Domthonë kapitullimi, kur ndodh kapitullimi i plot, në shtrimi e fundosur për shkaktu konsekuenca për në nshtrimi i plot, do thotë, në nshtrimi i plot i regjimit aktual të Iranit, ai mund të jetë në fuqi politike, mund të gëzoj fuqinë e brendshme politike, por nëse nënshtrohet totalisht ndaj direktivave dhe projeksioneve gjeopolitike të Amerikës, kjo është fitore e SBA-ve. Tash çështja e demokratizimit të brendshëm është çështje e brendshme e tyre. Gjithmonë kam thënë shtetet, gjithmonë kam thënë në bazë përvojë, gjithmonë shtetet reagojnë ndaj një jo për shkak të mungesës demokratizimit të brendshëm. Për aq kohë sa sjelljet e atij shteti nuk janë problem për siguri gjeopolitike rajonale dhe botërore, nuk janë shqetësim sjelljet jo demokratike apo demokratike të brendshme. Kështu që në këtë drejtim. SBA ka betejën me Kinën, me Kinën, dhe kapitullimi prej kanalet e furnizimit e zhvillimit kapacitetet tyre në luftën që po bën Rusia ta zëm sot edhe kundër Ukrainës. Sepse edhe presidenti Trump është ndërmjet të disa presioneve, po shihet qartë që brenda shoqërisë amerikane nuk ka shumë sentimente pro kësaj lufte, madje ky ka ardhur me projeksionin për të dhënë fund këtyre premtimit i ka qenë jo ndryshim të regjimeve, dhe duket që mund ndodhë që në procese sipër, do të nëse pushteti aktual, do të kur e shohin që nëse vazhdojnë këtë betejë do të fundosen, atëherë mbase do të mund të detyrohen të pajtohen që të kapitulojnë para Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të arrijnë presidenti i Sirisë. Është një person i cili deri dje dihet ka qenë listën e zezë të Shteteve të Bashkuara, listën e zezë për arsye dihet çfarë, për terrorizëm, janë zonë për terrorizëm. Dhe mbase mund ta shohim edhe në Iran, absolutisht. Se që bëjnë ata popullit vetë është në esencë... është problemi tyre, ne kushtet u krijuam, e dobësuam... Nuk u kryengritet, nëse nëse pajtoni me sistemin teokratik të rënd, kush kel drejtat e drejtat. Interesat amerikane në rajon u realizuan, regjimi heq dorë nga pasurimi uraniumit, ndërpritet gazifikimi, ndërpritet gazifikimi dhe i Kinës, ndërpritet ky projekt, do të nëse realizohen këto projeksione, SBA-ja atëherë është e kënaqur me synimet e saj gjeopolitike. Prapë tha më shumë vështirë, është situatë shumë e paqartë nga ajo që ne po shohim, do thotë, ajo që ne po shohim. Analistët ndërkombëtar shumë të njohur të sigurisë njohin shumë mirë lindjen e mesme aty. Kanë dilema. Janë aty, kanë dilema. Kanë dilema. Ajo që ne po e shohim është, prapë tham, po i shohim dy Irana aktualisht, do të një Iran të gëzuar nga eliminimi dhe një Iran të pikëlluar, dhe secili sentiment do të bëhet më predominant, do ta përcaktoj, do thotë, mas të madhe dhe disponimin politike, dinamikën shoqërore të zhvillimeve të brendshme. Lufta në fund në atë moment kur kapitullon regjimi i Iranit ose pajtohet me kursin amerikan. Kapitullon, këto jo ndryshim regjimi, po kapitullimi. Këto po e quaj. Falenderoj Kasolli për. Ishte kënaqësi e veçantë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.